Selam aleikum hoxh, shpesh shoh në ëndër që do ndahem me burr, çka të bëj? Vazhdoj e gjumin se nuk ndahet njeriu prej burrit për shkak të ëndrave. Kemi thënë që ëndrat e këqija janë vezvese nga shejtani. Përderisa ti jetu u bën vezvese dhe po pyet, edhe mu po më angazhon me të këtyre përgjigje, jep me kuptu se pjesërisht e ka arrit qëllimin shejtani. Pse më bë vezves? Shkon lloj pyetje edhe friksime që i qanë shejtani kërçi burrit, po më tradhton burri, po bën burri ata, po më lëshon burri, po më shkruarzon, po më dek fëmia. Këto janë prej dyshimeve të shejtanit. Pse jetoni me to? Çka ka ëndra të këqija, gjuni poshtë, mos u marrni me to, jetoni jetën qetë, mrena kaderit Allahut, mrena mendimit mirë për Zotin, bëni dua të Allahu xhelle shanuhu më u përmirësu të ardhmen, merrni sebepet edhe rrini shlirë. Ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam është ummeti i leximit, pastaj i punës, pastaj i aktivitetit, i besimit, i nënshkrimit edhe i yakinit, i bindjes. Nuk është ummeti i ëndrave. Ato po kanë hisën e vet, kanë rregullat e veta, ama jo tjetë kret jeta jonë e bazuar në ëndra, të jetojmë apo të friksohemi apo të motivohemi përmes ëndrave. Jo kështu.